Shohim në këto momente që sapo ka mbërritur Kryeministri Edi Rama për të kryer nderimet e tij përpara arkëmortit të ndjerit Servet Pollumbi. Ja tek vendoset edhe kurora me lule dhe kryet edhe ndërimi përpara arkëmortit që qëndron në hallin e teatrit, operës dhe baletit. Është momenti i takimit me familjarët, me djalin e Servet Pollumbit, Arben Pollumbin, edhe të tjerë të pranishëm, miq dhe të afërm. Është vetëm në fakt nuk është shoqëruar nga bashkëshortja e tij, siç e shohim në këto plane të drejtë për drejta. Përsë pari dëshiroj të shpreh ngushëllimet e mia të gjithë familjes dhe të afërmve të profesorit. Dhe nga ana tjetër të falenderoj në amikun që ndau zëmërgjërsisht këtë përgjegjësi për të folur për profesorin, gjë që e prita me shumë lehtësim sepse isha në pamundësinë e plot për të përgatitur një fjalë siç do duhej të përgatitej një student përpara profesorit. Po ndërkohë edhe për faktin se unë profesorin e kam njohur pak dhe e kam njohur përgjithsisht nga larg. Për hir të vërtetës dua të kujtoj këtu se marrëdhënia me të është një marrëdhënie tipike e një antipatie reciproke në distancë dhe pastaj një simpatie reciproke në afërsi. Për vite që kurse e kam parë të shfaqet në sytë e mi, profesori përfaqësonte gjithçka që unë nuk simpatizoja. Konservator, marksist-leninist, sovjetik, e të gjitha ato që e shoqëronin figurën e tij kur vinte fjala për sulmet dhe për etiketimet që i bëheshin. Dhe ka qenë një nga mësimet më të çmuara të gjithë të rrugtimit tim, përballja me realitetin e njeriut përtej etiketimeve dhe kornizimit të tij në sferën publike. Dhe për surprizën time kam njohur një njeri shumë progresist, një njeri shumë dashamirës ndaj kujtdo që përpiqej të bënte diçka ndryshe, dhe një njeri solidar me mua në momente të vështira